A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi shurafa wa ba'd. Falënderimi takon Allahu xhalla xjalaluhu, salatu wa salam të qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë zemrën e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me pikën e dytë të rëndësishme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veproi kur erdhi në Medinë, ajo ishte vëllëzrimi mes muhaxhirëve edhe ansarëve. Kjo është një prej pikave apo një prej punëve më të mëdha pas ndërtimit të xhamisë që e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet që vëllëzrimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani në shtëpinë e Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu. Me një transmetim tjetër thuhet se e ka vepruar, e ka bë në xhaminë e tij, në xhami që ka ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa është e rëndësishme vëllaznillaku. E kemi cek një hadith, një transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ditën e gjykimit, kur njerëzit kanë mundohur për në xhennet dhe për në xhehenem, disa prej besimtarëve kanë më thonë filani i cili u ka falë me neve, ka dhonë sadaka me neve, ka luftu me neve, ka qëndru me neve, nuk jena duke e pa këtu. E lusin Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të nxjerrë prej zjarmit. Ka thonë dietarët, mundohuni me shtu vllazni në islam, të cilët i doni dhe ju duan për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, për shkak se atë ditë kur krejt kanë me hik prej nanës, prej babës, prej fëmijës, prej gruas, prej familjes, atë ditë vëllau në vetë musliman ka me kërku që Allahu subhanahu wa ta'ala me shpëtu prej zjarmit të xhehenemit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani këtë vllaznillik të sahabeve mes muhaxhirëve dhe ansarëve në Medinë. Thuhet që i ka vllazru 70 prej muhaxhirëve me 70 prej ansarëve, thuhet në grupën e parë, thuhet 100 me 100. Domethënë i ka bë vëllezër. Pasurinë e ka ndonë gjys, shtëpiat i ka ndonë gjys, çka po transmetim ka që një prej sahabive të ansarëve ka thonë i kam 2 gra, këshire të cilat pëlqen e bëj talak kur ta kryje idetin e marton atë, edhe të ardhrat prej tokës që i kam pas, kanë dash me i donë gjys, edhe gjithçka që kam pas me donë gjys, edhe kur të vdekë njëri prej tyre, tjetri me trashëgua. Domethënë kam pas të drejtë edhe në trashëgimi para familjarëve tjerë që i kam pas hisexhi, që kam pas drejt me trashëgua. Thot Imam Suhejli rahimahullahu taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazroi shokët e tij atëherë kur ata erdhën në Medinë. Pse? Li yadhhab anhum wahshatu al-ghurbati wa yu'nisahum min mufaraqati lil ahli wal ashira wa yushaddid asra ba'dihim bi ba'd falamma 'azza al-islam wajtama'a ash-shamlu wa dhahaba al-wahshatu anzala Allah subhanahu wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllaznoi që në këtë mënyrë t'u largon mungesën e familjes muhaxhirëve, t'u largon mungesën e shtëpijave dhe vatanit të tyre muhaxhirëve, t'u largon vetmin e cila i kish kaplu ata, për shkak se kanë lanë vendin e tyre dhe kanë ardhur në Medinë. Dhe dashti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëpërmjet vllaznillokut t'u lehtëson dhimbjen muhaxhirëve, t'i forcon ata, t'u jep kuraja atyre, t'u jep moral atyre dhe më tepër, thot Imam Suhejli, dhe kur Islami u forcu dhe gurbetllëku prej zemrat e tyre u largu dhe vetmia u largu, atëherë Allahu subhanahu wa taala e zbriti ajeti kuranor ku e ndaloi trashëgimin pos ata që kanë hisën trashëgimi prej antarëve të familjes. Dhe muhaxhirët prej ansarëve, muhaxhirët prej në Mekke nuk kishin drejt me marr prej pasurisë trashëgimi, prej pasurisë së ansarëve, mirëpo vllaznilloku i tyre vazhdoi. E Allahu xhela xhelalu më pastaj se pejgamberi sa i voni vllazën filanin me filanin. Ky e ka vëlla filanin, ky e ka vëlla filanin, ky e ka vëlla filanin, dhe pat rast ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bani vllaznillik me sahabeve, muhaxhir me muhaxhir. Bani vllaznillik me Zubair ibn Avamit edhe
Ibn Mes'ud radhiyallahu anhu, të dy ishin prej muhaxhirëve. Ky ishte vllaznillaku i dytë që e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët. E i pari kur ishte? I pari ishte në Mekke. I pari ishte në Mekke. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekke i vllaznoi sahabët, të pasurit me të varfrit, të fortit me të dobtit, që të bëhet balansi. Që të bëhet balansi. Këto të varfrit i ndihmonin të pasurve në punët e tyre dhe pastaj pasurinë e kishin përgjysë, forcën e kishin përgjysë, mbrojtjen e kishin përgjysë edhe kështu me radhë. Kjo kur erdhi në Medinë, kjo ishte e dyta që e bani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mes muhaxhirëve edhe mes ensarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej shembujve që kanë bërë dietarët e bani vllaznillëk mes Abu Bakr Sidikut dhe Kharija ibn Zeid. Bani vllaznillëk mes Omer ibn Khattabit dhe Itban ibn Malik. Mes Abu Ubaida ibn Jarrah ma Abi Talha al-Ansari. Abdurrahman ibn Aufin e bani vlla me Sa'd ibn Rabia. Ja'far ibn Abi Talib e bani me Muadh ibn Jabelin. Mus'ab ibn Umayrin e bani me Abi Ayub al-Ansariun. Salman Farisiun me Abu Dardan. Talha bin Ubaidillah e bani me Ka'b ibn Malik. Edhe Zubair ibn Awamin e bani me Selamet ibn Selama bin Waqshil radhiyallahu anhum ajma'in. Pra i caktoi ti vlla me kët, ti vlla me kët. Me një transmetim 70, me një transmetim 100 sahabi prej muhaxhirëve edhe prej ensarëve. Ajo interesantja se ky vllaznillëk ka qenë vllaznillëk për një me. S'ka qenë vetëm lavgoje. Ku je be vlla? Çka ban me vlla? Selam aleikum be vlla. A erdhe be vlla? S'ka qenë vetëm muhabet. Ka qenë realitet. Ka qenë realitet. Deri në çfarë derexhe, deri çfarë grade, thonë dietarët, deri në atë gradë saqë ensart e kanë lënë veten keq, vetëm ja hap dyrt muhaxhirëve, me u ndihmu muhaxhirëve, me u hap rrugë muhaxhirëve. Kur erdh Kharaji apo plaçka prej Bahreinit te pejgamberi sallallahu fillimisht i thiri ensart. Tha birni ensart, t'ja u ndaje pjesën e ensarve. Dhe thënë dietarët, dhe nuk ka gabuar, dhe nuk ka vënë padrejti. Ata e kanë mbrojt, ata e kanë çel derën, ata i kanë dhënë besë pejgamberit sallallahu se kanë më ndihmu për me transmetuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. I thiri fillimisht ensart. Ensart çka banën? A than, e vlla, po na ju kena nimu tash, në me na takon edhe neve diçka. Edhe na dham për juve. Tash unë të kum nimu Allah, tash lëmë edhe unë të marr diçka. Kjo të na ndodh apo. Kena çef me na dit. Në gojë nuk e themi, ama atje me një folder prej folderave të zemrës, atje është dikon. Me ta dit, pak, mas një 10 vjetëve, çat herë me ta dit. E ensart, jo, e vanën punën për hir të Allahut. Kur erdh pasunia, pejgamberi i thiri. Çka than? Than, ja Rasulullah, nuk marrmi kur gjë pa nda gjys për gjysë mes neve dhe muhaxhirëve. Qose ki do për neve 5 edhe për ata 5. Për neve 1 edhe për ata 1. Sa ka për neve? Me pas edhe për muhaxhirët. Edhe pse muhaxhirët me kalimin e kohës kishin bërë pasuri dhe kishin ecë përpara. Megjithatë, ensart kishin dhënë besë pejgamberit se kanë më ndihmuar, edhe vllaznillëkun që ata e patën në fillim me sahabët e pejgamberit se prej Mekke, ata e vazhduan vllaznillëkun. Pse? Se Allahu më pastaj zbriti ajete se çka tha? Innamal mu'minuna ikhwa. Me vërtet besimtarët janë vëllezër. Besimtarët janë vëllezër. Deri në çfarë grade ishte vllaznillëku i sahabëve mes vete? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllaznoi Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu edhe Sa'd ibn Rabia radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Dhe Sa'd ibn Rabia ishte prej ensarëve, Abdurrahman ibn Aufi ishte prej muhaxhirëve dhe ishte prej atyre që ka pranuar Islamin sefte në Medinë, në Mekë, në dorën e Abu Bakr Sidikut radhiyallahu anhu. Sa'd ibn Rabia i tha vllaut të tij tash Abdurrahman ibn Aufit, inni aktharu ansari mala. Unë kam pasuni mas shumëti tek ensart. Faqsim mali nisfaini. Walia imraatani
Fanzur a'jabahuma ilayka qassimha li utalliquha fa idha inqadat iddatuha fatazawwajha. Tha unë jam më i pastri prej ensarëve. Ndaje pasurinë time në gjys. Ndaje pasurinë time në gjys. Shumë është e madhe. Çka është e madhe? E madhe është fjala se i ka thënë unë jam më i pastri te ensarët. Do të thonë si ka pas 100 denar që mi ndo ka 50. Si ka pas 20 euro që mi ndo ka 10. Kur i ki 20 euro, i ndonë 10, s'prej shpunë shumë. Ku kënë, ku s'kenë. Kur i ki 200 euro, i ndonë në dysh, ka 100 euro, s'është problem. Ama mi pas 100.000 euro, mi i ndonë gjys, Allah i shumë janë 50.000 euro. E mi pas 500.000, e mi pas 1 milion, Allah i 500.000 mi a ndonë, begi parja. Gjysën për 100 denar dhe je hep, ama gjysën për 1 milionve, begi burë dush më konë. Begi musliman i mirë dush më konë. E ta është vini re, Sad ibn Rabia, i thot, unë jam më i pasurit e ensart. Ata është më i pasurit e ensart, begi pasuni ka pas. S'ka pas pak, begi ka pas. Ka thonë pasunin time ndaje në gjys. I kam 2 gra. Hadithin e smeton Imam Buhariu edhe Imam Muslimi. Hadith është i saktë. I thot i kam 2 gra. Shikoj të dyat, zgjedhen kanë e pëlqen ti. E bëj talak, kur t'i kaloje pjesa që du të me prit gruaja pas ndarjes nga burri, e marton. Kjo e madha, po. Allahu akbar. Ku me pas dhe kështu vllaznive, subhanallah. Që si vllazni du të me pas, apo? I kam 2 kera, njëta jap ty, Allah. E kam rrogën 500, 250 për ty, 250 për mua. E kam kështu, sa, me ty. Që si vllazni do na që si kina qef, apo? Ama kështu ka ishte Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu i tha: Barakallahu laka fi ahlika wa malika, ayna sukukum? Tha Allah i dhash bereqet në familjen tënde edhe në pasurinë tënde. Pazarin ku e patët ju? Pazarin ku e patët ju? E çoi Sad ibn Rabia te pazari i Bejni Kainaka, te pazari i jahudive. Te pazari i jahudive. Hyni edhe filloj me bo pazarlëk. Hyni, filloj me bo biznes. Për disa dit, Abdurrahman ibn Aufi, radhiyallahu anhu, u martu. Për disa dit arriti me bo shpinë e vetë, vendstrehimin e vetë, edhe me u martu, edhe me dhonë. Atëherë ku janë martu, e kanë dhonë me njerë, mehrin e kanë dhonë. E i kanë thonë, pejgamberi s.a.s. Bas disa ditve, se kish pa do dit, pas disa ditve, e pan Abdurrahman ibn Aufin, kishte prej ngjyrës parfumit që ka përdor. U ka vërejtë. Edhe ka thonë, çka puna jote? Ka thonë Abdurrahman ibn Aufi, u martove Rasulullah. Shkur u martu njëri, ka ardhë 0-0 pin Mekke. Ta është Medine, u martu. I tha, e sa i dhave meher? Tha, i dhash wazna nawatin min dhahab. Wazna nawatin min dhahab, do më thonë gramash sa i kanë gram 5 dirhem. 5 dirhem i bo sa kanë gramash, qaq i kumë dhonë ari. Qaq i kumë dhonë ari. Zekja, meher. I tha pejgamberi s.a.s. Eulim walau bishatin. Ani banë një darë, kështash, qoftë edhe me një dejle. Këshirë vllazni, Abdurrahman ibn Aufi, radhiyallahu anhu, tha, ku e kini pazarin? Allah ishë përblej, faleminderit, ta di për nejë, ama ka dëmë ko pazari. Do më thonë, nuk kanë të dy palët, muadxhir dhe ensart, nuk kanë qenë njerëz së dunjaje. E kanë ndihmu, njëri ti nuk ka pas nevojë, me ndihmua. Mirë po Abdurrahman ibn Aufi e ka ditë kapacitetin e vetës vetë. S'ka prit me ndihmu dikush, e ka ditë çfarë kapaciteti është. Ka thënë, ku keni pazarin? Ka hyrë pazar, u ka marrë pazarin jahudive, krejt. Me kalimin e kohës që kanë marrë musliman këtë pazarin jahudive. Këtë biznisin që kanë marrë jahudive kanë marrë. Dhe kështu kanë ecë përpara. Kështu me qenë shembulli i njënit prej neve, mos me prit prej tjerë dhe me jetua.
hajtë se ki vllavi me gjunja 100 euro ka përcenja 3-4 ditën. Hajtë se ai tjetri vjen me gjunja 50. Hajtë se vin kur vetë çash, është lan diçka para se më shkuar. Do të më jetu kështu besimtari. Besimtari do të më jetu me ambicie të larta. Çish me bë punë, më amor këtë bizneset kryesore, jo besimtarëve nami pas në dorë. Kështu ka më pru shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në krejt sferat. Çka do kofta jo? Ti më pas biznes, ti më pas pazarin në dorë. Ti kur ta kish pazarin në dorë, ti vendos pastaj çka dush me bë. Se ekonomia është ajo e cila e lëviz vendin. Kështu që shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë dietarët, se cili prej neve habitet me zemërgjërsinë e Sa'd ibn Rabias, ama ka ana tjetër, po ashtu habitemi edhe me fukarallëkun që e ka pas Abdurrahman ibn Naufi për Allahun subhanahu wa taala dhe nuk e ka pranuar, edhe pse i ka taku, se i ka bo vllazni pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka taku me i dhon hise edhe kështu me radhë, po se ka pranuar, e ka falendëruar, ka bë dua që Allahu t'i jep bereqet dhe ka dalë me punu në pazar që me fitu pasurin vet. Muhaxhirt i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhariu transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ansart i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aqsim bainana wa bain ikhwanina nakhil. Ja Rasulullah, ndaj pallmat çka i kena na, se cilet me neve me vllahun e vet na ndaj mes neve edhe muhaxhirve, me vllaznive tan. Tha la, i tha jo, se u daj. Fa qalu takfuna al-ma'unata wa nushrikukum fi thamarati qalu sami'na wa ata'na. Sahabët kanë punu, pastaj fitimin e kanë dhënë për gjys. Ama jo pallmat. Pallmat ka qenë të ensarve. Ama sahabët i kanë punu pallmat, i kanë mbledh, çka ka dosh me punu aty, kur i kanë shit, fitimin e kanë dhënë për gjys. Kështu veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këtë e pranoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej tyre. Çfarë vlere kishin ansart te Allah dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Alamet i imanit, shenjë e imanit njeriut është dashuria e tij për ansart. Dhe shenjë e nifakit është urrejtja e ansarve. Domethënë, kush i do ansart, kjo është shenjë e imanit të tij. Kush i urrejn ansart, kjo është shenjë e nifakut të tij. Deri në këtë drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min." Ansart nuk i do dikush vetë se një besimtar. Dhe nuk i urrejn ata vetë se një munafik. Faman ahabbahum ahabbahu Allah. Kush i don ata, atë e don Allahu. Wa man abghadahum abghadahu Allah. Kush i urrejn ata, atë e urrejn Allahu subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yubghidhu al-ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir." Tha nuk i urrejn ansart një njeri i cili beson në Allahun dhe në botën tjetër. Pra dashuria për ansart nga ana e pejgamberit sallallahu ishte shumë e madhe dhe këtë e potencoi shpesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj pika e tretë kryesore që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani kur erdhi në Medinë ishte fletushka, apo marrëveshja, apo traktati i Medinës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shënoi disa rregulla, disa bende për muslimanët mes vete, për raportin e muslimanëve me mushrikët që ishin në Medinë, edhe raporti i muslimanëve me jehudët. Edhe punë që do të bëjnë mushrikët, edhe punë që do të bëjnë muslimanët në Medinë. Elusim Allahun që Allahu të na jep mësime të larta nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na mundson të lexojmë, studiojmë edhe ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.